Malizi është tashmë përfituesi i radhës i këstit të parë nga plani evropian i rritjes, duke lënë kështu vetëm Kosovën dhe Serbinë pa mjetet fillestare financiare nga paketa më ambicioze evropiane që synon dyfishimin e ekonomisë së Ballkanit Perëndimor në 10 vjeçarin e ardhshëm. Në të dy rastet, ndonse për arsye të ndryshme, vonesat janë më shumë politike se sa teknike. Serbia ka përmbushur të gjitha procedurat teknike për disbursimin e fondeve, por në Bruksel ekziston një hezitim i qartë për të kaluar në veprim. Dërgimi i mjeteve financiare, menjëherë pas vizitës së presidentit serb në Moskë, mund të krijonte perceptimin se disbursimi i fondeve po interpretohej si shpërblim, me që Brukseli kishte kërkuar qartë nga Aleksandar Vučić që të mos e vizitonte kryeqytetin rus. Kosova ndërkaq mbetet pengi një situate të zvarritur institucionale. Pa një parlament të konstituar dhe pa një qeveri funksionale, nuk mund të nisin as procedurat bazë të ratifikimit të marrëveshjeve me Bashkimin Evropian, që është parakusht për disbursimin e fondeve. Skenari ideal për shumë kënd në Bruksel do ishte që mjetet financiare të dërgohen njëkohësisht edhe Prishtinës edhe Beogradit. Megjithatë, duke marrë parasysh rrethanat lidhur me themelimin e institucioneve në Kosovë pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, ka pak gjasa që Komisioni Evropian të ketë vullnet të pres përmbushjen e kritereve në Prishtinë në mënyrë që mjetet të dërgohen njëkohësisht. Kjo sepse edhe nëse institucionet kosovare formohen së shpejti, sipas njosve të proceseve, do të duhen edhe 2 deri 3 muaj për të përmbyllur procedurat e brendshme para pranimit të këstit të parë nga Komisioni Evropian.